Mirdita Shqipe kudo që t'jeni. Keni dëgjuar ndonjëherë për kontin që nuk vdes kurrë? Sot do t'i tregoj për historinë e Saint-Germainit, ose më mirë të kontit Saint-Germain. Kush ishte Saint-Germain? Dhe pse këto fakte, që janë fakte të dokumentuara, tregojnë për një njeri që nuk vdiste kurrë, ishte njësoj sa herë që e shihnin, edhe pas disa viteve. Kush është rastisht në sekullin ka brende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi përbashkë. Sinqerisht faleminderit për mbështetjen. Thuhet që konti Saint-Germain, pra të dokumentuara, nuk ka patur një vend lindjeje, sepse nuk ekziston, nuk ka ekzistuar. E megjithatë ka ekzistuar. Pra nuk dihet se kur ka lindur, por ka ekzistuar sepse ka fakte, ka dokumenta, ka dëshmimtar, ka edhe piktur të tij. Në fakt, në vitet 1700 deri në vitin 1800 ka fakte dhe dëshmimtar. Dhe nuk kuptohet që për më shumë se 100 vjet ky njeri të ishte i njëjtë, identik. Thuhet që ai, pra konti, ishte një alkimist dhe ai bënte disa kombinime. Alkimia në fakt në mbrëmjen e vitit 1700 ca kishte gjatë një darke, sepse ai nuk bënte shoqëri me askënd. Rrinte gjithmonë vetëm. Konti Saint-Germain ishte mistik, në fakt thoshin që ky ishte njeriu më misterios që kishin njohur ndonjëherë në atë kohë. Ai kishte takuar njerëz me influencë, kishte takuar dhe Luigin, mbretin e Francës, kishte takuar njerëz të rëndësishëm dhe në një darkë, siç thash, ai bëri disa kombinime alkimie, me verë, me ujë, me disa gjëra që kishte aty. Por gjëja e rëndësishme që ai nxori nga xhepi edhe një diamant. Tani, sipas gjasave, siç thoshte dhe pretendonte ky vet, pra kur e pyesnin, por me shumë thjeshtësi, thoshte që ai i kultivonte diamantët në laboratorin e tij. E dëgjuat mirë. Dhe diamantët e tij ishin më të pastër që ishin. Pra e kishin marrë një pjesë të këtij diamanti, pikërisht në mbrëmjen e asaj që ju thash, për ta ekzaminuar dhe ishte perfekt. Në fakt ai diamant, ai kur shkonte diku për shembull, nëse pagonte diçka dhe s'kishte, bëhesh fjalë për paga të mëdha, ai linte diamant në vend të parave. Dhe përveç kësaj, ai në disa momente tregonte që për disa gjëra të rëndësishme të disa njerëzve. Për shembull, kishte treguar gjatë një mbrëmjeje në vitin 1720 ca, kishte treguar për disa sekrete të Kleopatrës. Ku i dinte ai disa sekrete të Kleopatrës që u zbuluan pas viteve 1920? Ishin zbuluar disa sekrete të Kleopatrës të përdorimit të disa gjërave që ajo bënte, të kombinimeve të këtyre barnave për të mbajtur trupin etj. Dhe Saint-Germain, konti Saint-Germain, sepse kështu e quhen, ai nuk e quante veten kont. Absolutisht jo. Ai thoshte që ushqimi thotë është për njerëzit e vdekur, është për të vdekurit. Pra ju jeni njerëz të vdekur, thoshte ai. Nuk hante kurrë. Saint-Germaini nuk hante kurrë. Në të gjitha dëshmit, ai nuk prekte asnjëherë asnjë gjë. Fare. Vetëm pinte diçka që e kishte me vete. Ishte një lloj lëngu, shumë misterios, dukej që ishte alkimi, dhe e vinte në një shishe si provës, dhe nga ajo shishe e hidhte në për gota, ku do qoftë ku shkonte, e hidhte në gotë dhe pinte vetëm nga ai lëngu, asgjë tjetër. Tani, duhet të dini që alkimia, ne jemi alkimi. Bile alkimistët në një periudhë u zhdukën që të gjithë. Është e çuditshme se si alkimistët u zhdukën. Alkimia është ajo shkencë që lidh botën natyrale, botën trupore të njeriut me botën energjike dhe me dimensionin. Dhe është e çuditshme thash se si u zhdukën një farë kohe alkimistët, kur alkimia është thelbi i ekzistencës së njeriut. Shiko, ka disa studiues të niveleve të larta që e thon publikisht këtë edhe sot, edhe mjek, psikolog, fizikant, që thonë që alkimia është më afër botës së përtejme. Atëherë pse duhet të zhdukej alkimia? Pse nuk lën njerëzit që të bëjnë alkimi? Për çfarë arsye? Në fakt, ai Saint-Germain, konti Saint-Germain, ishte i njëjtë, me fjalë, atë shikoje në të njëjtën sikur të ishte 50 vjeç. Pra,
nga momenti që e ka parë dikush, vite më përpara, 50 vjeç, ashtu ishte. Rrinte gjithmonë 50 vjeç. Nuk kishte ndryshim në fytyrë, nuk kishte ndryshim në ecje, nuk kishte ndryshim në mënyrën e të komunikuarit. Bile mënyra e komunikuarit ishte e niveleve tepër të larta, sepse kush rrinte pranë tij thuhet që kishte një dituri madhështore. Në një darkë të bërë në vitin 1745, kontesa Gjergji, ose kontesa Gjergji, u mbeti pa fjalë, sepse ajo e kishte takuar 50 vite më vonë, t'ja u përsëris. Kjo pra kontesha Gjergji, e kishte takuar rreth 50 vite më vonë dhe e shikon San Germanin identik, në të njëjtën mënyrë. Në fakt, ajo ishte gruaja e ambasadorit të Francës dhe përveç saj e ka thënë edhe vetë ambasadori, i ka shkruar. Dhe nuk kuptohet, me një fjalë, ky është dokument që tregon ekzistencën e këtij zotërie, kushdo qoftë ky, kushdo që të ishte. Problemi ishte që nuk njihej data e lindjes së tij, as nuk dihej se nga kishte ardhur. Ai jetonte vetëm në atë periudhë në Francë, por nuk dihej se nga kishte ardhur. Disa thonë që kishte ardhur nga Londra. Në fakt ai fliste 40 gjuhë në mënyrë perfekte. Sepse u vure gjatë mbrëmjeve kudo që shkon, sepse vetëm në përmbrëmje shkonte ai, kur ishin zakonisht në këto mbrëmjet e këtyre elitarëve ose të oborrit mbretëror e tjerë. Ndoshta e bënte këtë për të takuar njerëz për arsye të tij që ta shtynte, me fjalë që mos krijonin probleme, nuk e dim këtë, por ai shkonte në mbrëmjet vetëm elitare, asgjë tjetër. Dhe kjo kontesha Gjergji, gjetil, kjo u maknit. Kur e pa të mbrëmje, në fakt ajo e kishte takuar vite më parë gjithmonë në një darkë, në një drekë e kishte takuar, sepse kishin qenë jashtë bashkë, pra jashtë asaj kështjelle, kazale quhet këtej, por kështjell, le themi një shtëpi e madhe që ishin mbledhur disa pasanik. Dhe ajo teksa pinin aty, doli në këtë verandë dhe aty takoi San Germanin. Por bëhet fjalë para disa viteve dhe 50 vite më vonë e sheh pra në këtë mbrëmje dhe mbeti pa fjalë. Mbeti sepse ishte i njëjtë, identik, mënyra e të folë, bile ajo tregon pikërisht një nga këto dëshmit që është dhe ajo, tregonte që ka dhe dëshmit tjera, tregonte që, po prisi sepse ka dhe surprizat tjera, tregonte që fliste në mënyrë perfekte gjuhën angleze, gjuhën italiane dhe gjuhë të tjera. Madje kishte disa momente ku sikur ai të fliste me vetveten. Disa nga ju do thonë tani ka qenë i çmendur, sepse kështu ne nuk mund ta perceptojmë dot, të themi që sikur të jetojë një njeri për shembull 1000 vjet. Nuk mund ta perceptojmë dot. Në fakt, njeriu nuk është me fjalë, trupi i njeriu nuk është krijuar për të konsumuar. Sepse nëse njeriu nuk do të hante, siç e kemi thënë gjithmonë, ai do të jetojë shumë gjatë. Më thuaj çfarë ha të them se kush je, themi ne. Dhe nëse ne do të fakte këto të pakundërshtueshme, nëse ne do të pastrojmë qelizat tona, sepse qelizat tona bllokohen me anë nga ushqimi, pra gjatë jetës sonë, ne mund të jetojmë sa të duam. Kjo është dëshmia e disa biologëve që tregojnë që është e vërtet, me një fjalë që njeriu sa më pak të haj, aq më gjatë jeton. Dhe ndoshta ky San Germani kishte gjetur trukun, ose ndoshta nuk i përkiste fare njeriut, ose nuk e dim. E vërteta ishte që ai nuk hante as edhe një herë, as kush nuk e pa që të hante, të kapte një gjë që të hante. Qoftë një frut, qoftë një jeshil, apo një diçka tjetër, fare. Por pinte vetëm një lloj lëngu, që të gjithë thonë të njëjtën gjë. Por prisni, sepse në vitin 1760, një piktor italian i quajtur Pietro Rotari e pikturoi. Është piktura që gjeni gjithandej e San Germanit. E gjeni sepse është e vetmja me fjalë, jo e vetmja, por e vetmja pikturë që qarkullon. Sepse kishte patur edhe piktura të tjera, thuhet, ka piktura të tjera dhe e tregojnë me të njëjtin formë, pra në një të mënyrë
si qishte. Por nuk mbaron këtu, sepse në vitin 1783, një tip i quajtur North Thomas e pa në mbrëmjen e disa masonëve. Pra ishte në darkën e disa masonëve. Ishte ulur në cep, po thuaj se në fund, si që tregon ky në librin e tij. Në fakt, në librin e këtij Thomas, North Thomas, vitin 1783, është e çuditshme se si kushton 166 euro. Unë doja ta blija. Pash mos e shkarkoja, nuk e shkarkoj dot. Por doja ta blija. Një libër që kushton 166 euro. Çdo çka ka ky libër për të qenë të kushtoj kaq shumë. Megjithatë, po thosha që ky Thomas, sepse shkëputa vetëm një pjesës të disave që ka lexuar, që kanë librin, dhe thot në librin e tij ky Thomas thot San Germani thot në qoftë se Prometeu i vodhi zjarrin perëndive dhe ja fali njeriut, e të njëjtën gjë bëri San Germani. Pra ai vodhi jetëgjatësin nga universi. Me pak fjalë, kjo është domethënia në shkrimin e tij. Pra edhe vetë ky North Thomas, që ishte një pjesëtar i grupit të masonëve, që ishte një nga themeluesit e grupit të masonëve. Duhet të dini që masoneria, të paktën kështu thuhet, u themeluar në vitin 1717. Dhe në vitin 1783, pra vite më vonë, 70 vite më vonë, 70 vite më vonë, ai çfarë bën? Gjen një njeri që ishte identik siç ishte ulur atëherë në vitin 717, së bashku me ta. Pra San German, Konti San German. Dhe çudia e kësaj historie është që, thashtë ka surpriza, në vitin 1911, një zotëri që e njihte këtë San Germanin, Konti San Germanin, që e kishte takuar, me fjalë e kishte parë rastësisht, nga kjo bisede vitit 1783, si shtuhet, e shikon në vitin, pra rreth, po thuaj, 15 vite, 20 vite më vonë, po thuaj, 20 vite më vonë e shikon në një bar në vitin 1911, më falni, në një bar të Francës, jashtë barit të Francës, pra në Paris, nuk po pinte, por veç po kalonte. Me fjalë, kaloi aty te ky bari, shikonte brenda barit dhe iku. Tani, kishte një veshje ndryshe, nuk ishte si ai Konti atje, por ishte shumë elegant, por veshje konvencionale, pra veshje e sotme, jo të veshjes së Kontit të viteve 1700-1800. Dhe kjo është dëshmia e fundit që tregon dikush që e njihte, pra që e kishte parë fizikisht Kontin San German. Megjithatë, ajo që është flit për këtë që do t'ju them tani, flitet gjithandej. Ajo që është dokumentuar është fakti që ky ka ekzistuar, këtë thuhet. Por nuk dihet kur ka lindur. Disa thonë që mund të jetë një udhëtar i kohës, po s'ka mundësi, me fjalë, për mendimin tim. Unë jam i bindur për një gjë. Për një gjë jam i bindur, dhe do t'ju them ta mbyll këtu. Më bëri përshtypje kjo dëshmia e këtij zotërisë që e kishte parë në vitin 1911, përpara një bari, thot ai në shkrimin e tij thoshte që jam i bindur që ishte ai, pra nuk ishte një dikush që t'i ngjasonte, por jam tepër i bindur sepse dëgjova zërin thosh, teksa flis sepse nuk ishte vetëm. Dhe çudia e kësaj historie për mendimin tim është që po sikur të ketë të ekzistojnë, kemi folur për Highlanderët, për ata që mund të jetojnë në përjetësi, pra të jetojnë gjatë, njerëz që jetojnë gjatë. Dhe disa komente, pra disa komente ishin banale fare të atij argumenti që kemi bërë Highlander, nëse ekzistojnë me të vërtetë ose jo. Por do të them disa gjëra të rëndësishme sot, sepse disa komente ishin vërtet të inteligjent. Bile një shoku ynë që gjendet këtu mes nesh, ndoshta është infermier ose mjek, gjë e tillë, sepse flet për disa gjëra teknike që trupi i njeriu mund të përballojë, thot, nëse nuk do të haj. Çfarë do të thotë kjo? Nëse njeriu nuk ha, përballet, pra qeliza kërkon që të mbijetojë. Jo ne, sepse nuk arrim dot, sepse qeliza jon është ambientuar që të haj gjithmonë. Sepse kështu ka lindur pra nga
brez pas brezi dhe është ambientuar. Me kalimin e kohës, nëse ne do ham sa më pak, në momentin që do të vi koha që do të ham pothuaj fare, nga i moment njeriu do të jetojë më gjatë. Këtë e kam bërë dhe në librin e parë që kam bërë Viaggiando nel Passato, por e them në mënyrë pak shkencore, si thuhet, se si njeriu më pak të haj dhe aq më gjatë jeton. Dhe po sikur ky San Germani të ketë zbuluar vetëm këtë, pra të ketë zbuluar trukun që të mos haj kurrë. Dhe kjo e ka bërë që sepse si do të vdes qeliza. Në qoftë se rigjenerohet dhe nuk ka asnjë efekt kolateral. Pra efekt ansor, nuk i ka, sepse efektet ansore janë ushqimi, janë ajri, janë çdo gjë që ne ku jetojmë. Në qoftë se ai mund të kishte zbuluar diçka të tillë dhe të jetonte kaq gjatë. A mundet që mund të jetonte për shembull 800 apo 1000 vjet? Keni në për librat e shenjtë që flitet që prej kohërave antike, të parët që kanë lindur në këtë planet jetonin deri në 700, 800 deri në 1000 vjet. Dhe kjo nuk është fantazi, sepse i njihnin mirë vitet në atë kohë. Në fakt për Mose thoshin që jetojnë 120 vjet. Pse duhet thoshin për Adami që jetoi 700 ca apo për Metuzalemi 900 vjet? Pra, unë them që ka diçka që në këtë histori që është e vërtet. Diçka të vërtet për këtë zotëri, për kontin San German. Bile do t'ju them, unë mendoj që ka edhe të tjerë, për atë flitet sepse është fakti dokumentuar i viteve të kaluara. Unë them që mund të ketë edhe tani, në kohët moderne. Sepse tani është më thjesht për të humbur mes njerëzve dhe për të qenë, si mund të quhet, i padukshëm. Sot, ata që janë, qofse do të ekzistonin këta tipa të pavdekshëm me fjalë, padyshim kanë lidhje të mëdha politike, shoqërore, ekonomike, sepse janë të aftë, janë të zgjuar. Dhe me kalimin e kohës ata mund të ndryshojnë, për shembull, ndryshojnë identitetin dhe shkojnë diku tjetër. Ndryshojnë prap identitetin atje ku janë dhe shkojnë diku tjetër. E kështu me radhë. Në pafundësi. Din sepse duke qenë 1000 vjeçar, mund të flasin çdo lloj gjuhë dhe mund ta përvetsojnë atë në mënyrë perfekte. Mund të bëhen shqiptar, mund të bëhen arab, mund të bëhen si të duan ata. Më thoni nëse unë gaboj ose jo. Pra, përveç dijeve, por kanë edhe pasuri. Në fakt, ky tregonte ky San Germani, tregohet që ai pagonte me diamant. Diamantët thoshte që i kultivonte vet, pra i prodhonte vet. Megjithatë, ju çfarë mendimi keni për një argument të tillë? Dhe mund të jetë e vërtet që njeriu me anë të një që mos të haj, të mund të jetoj shumë gjatë dhe tjetra, ose të haj më pak. Në fakt, në Japoni e kemi thënë këtë, pas moshës 70-80 vjeç zmeton. Ndalojnë së ngrëni. Ndalojnë sepse trupi nuk ka nevojë. Patere, po sikur ta bëjmë më përpara, do të jetojmë më gjatë, sepse nga vitet 70, për shembull, kur është njeriu 70-80 dhe ndalon së ngrëni, ata e bëjnë sepse vitet që do vinë do të jetojë më gjatë, më mirë dhe pa probleme. Pra në Japoni. Dhe në qoftë se këto ta bëjmë në moshën 40 vjeç, do jetë akoma më mirë. Në qoftë se ta bëjmë në moshën 20, do është akoma më mirë. Në qoftë se nuk do ham fare, atëre do të thotë që kemi gjetur sekretin e jetëgjatësisë. Ju si thoni. Megjithatë pres komentet tuaja, më ka bërë shumë përshtypje kjo dëshmia e fundit e këtij zotërisë, që lidhet pastaj me vitin 1111, që lidhet me kontin San German. Pres komentet tuaja. Ju përqafoj dhe ditë të mbar.